Radio Televizioni Shqiptar vijon turin e takimeve me ambasada dhe agjensi ndërkombëtare, ku këtë të enjte drejtoresha e përgjithshme Eni Vasili zhvilloi një takim zyrtar me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato. Në fokus të takimit ishte forcimi i bashkëpunimit për përmirësimin e informimit dhe komunikimit publik mbi procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE, duke theksuar rolin thelbësor të transmetuesit publik në garantimin e informimit të saktë, të paanshëm dhe gjithëpërfshirës. Gjithashtu, u diskutuan mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët, si zhvillimi i projekteve të përbashkëta, mbështetja teknike me pajisje moderne, digitalizimi i arkivës, si dhe forcimi i pavarësisë institucionale dhe editoriale të RTS-s, në përputhje me standarde dhe praktikat më të mira të Bashkimit Evropian. RTS mbetet plotësisht e angazhuar në ndërtimin e urave të reja të bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar, me qëllim forcimin e mëtejshëm të shërbimit publik mediatik dhe rolit të tij në shoqëri.